Kam edhe në mendje dy shkaqe të tjera, po më thuaj ti nëse janë të vërteta apo jo. Për shembull, në kohët moderne, një nga zakonet e shumta të njerëzve, sidomos të rinjve, është që të marrin celularin në tualet. A e dëmton kjo Zorën, duke qëndruar aty për minuta të tëra? Patjetër, unë them se madje një video që qarkullonte viralisht dje ishte që dikush ishte mpir, paralizuar nga qëndrimi për kohë të gjatë 30 minuta me celularin në tualet. Po, mund të ketë raste. Po, mund të ketë raste sepse telefoni në tualet nuk është i dëmshëm vetëm për Zorën. Mos e vëmë vetëm për Zorën. Çfarë ndodh? Shumë njerëz e kanë kthyer në zakon, dhe sidomos fëmijët e vegjël. E kam vërre kur prindit po më thonë që marrin fëmijët telefonin ose laptopin. Qëndrojnë aty me minuta të tëra. Shkojnë në tualet dhe kanë kthyer si një proces që të shikojnë njëkohësisht të bëjnë dhe nevojat personale. Në momentin kur ne rim gjatë ulur, çfarë bëjmë? Rritet presioni mbi rektumin tonë. Muskujt e legenit fillojnë krijojnë një stres. Venat fillojnë, sidomos rreth anusit, fillojnë që të krijojnë një presion më të madh. Dhe çfarë do bëjnë kjo? Do fillojnë të fryhen, do krijojnë një lloj fare inflamacioni, do përkeqësojnë nivelin e hemoroideve, do japin probleme me jashtëqitjen dhe kjo është kryesorja. E dyta që ne dimë sipas studimeve, në gazetën Hepatologji në vitin 2018 dhe gastroenterologji dhe hepatologji është një gazetë, një studim që është bërë te kjo gazeta, në 2018 më pa që dalja jashtë, pra defekimi në më shumë se sa 5 minuta e rrit 3 herë më shumë gjasën që të kemi hemoroide. Pra nëse ne rim më shumë se 5 minuta, më shumë se 10 minuta, në tualet e rrit deri në 5 minuta, pra që lejohet më shumë se 3 herë krahasuar me ata që rrin deri në 5 minuta. Po çrin 10 minuta aty po rin nga një orë në tualet, kalamajt, në të rriturit me telefon. Do t'i sjellni pastojën edhe më pas. Mos harroni gjë. Pozicioni ideal është që ne mos rrim 90 gradë, se një njerëz rrin kështu 90 gradë, si të takuar. Jo, duhet rrim të përthyer. A ka mundësi të vëmë ndonjë stol te këmbët, po të jetë këmbët për të relaksuar lehtësimin e daljes jashtë. Kjo është shumë determinante. Nga ana tjetër, ne bëjmë një shpërqendrim duke ndetur në telefon. Duke ne shkëpusim lidhjen. Zbrazet Zora si duhet, po. Midis trurit dhe Zorës, midis tim boshni, pra nëpërmjet nervit vagus ne e bëjmë. Dhe ky refleks do ndikojë patjetër duke e zbehur mundësinë që truri të japi komanda dhe ne të bëjmë një zbrazje jo të plotë. Ndonjëherë pastaj të krijojmë probleme edhe me kapslok. Në ana tjetër nuk është dhe higjienike, sepse në tualet kemi gjë shumë të mbatura. Bakteret në 2022 që u bë përsëri te gazeta e Nutrients u pa që personat që mbanin aparate në tualet, rreth 12% të infeksioneve bakteriale që fillonin kishin probleme në vesh, ishin nga telefoni, sepse ai telefon kishte marrë baktere, ne me ato prekim telefonin që flasim apo fytyrën, mund të kemi larë duartën, por ne mund ta kemi prekur atë. Ka ngelur te telefoni. Kështu që ky është një problem. Tjetra është varësia. Varësia është gjë më e rrezikshme. Duke përdorur gjithkohës këtë, ne do fillojmë të kemi një varësi. Duke krijuar një zakon, do fillojmë të kemi një refleks natyral shumë të ngadalt. Do fillojmë të shkëpusim të gjitha elementet midis trurit apo nivelin tamam sakt fiziologjik dhe biologjik që ne duhet të kishim në kushte normale në këtë rast.